Serbia kohët e fundit ka shpeshtuar lobimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo me qëllim të afrimit me aleatin kryesor të Kosovës. Këto lobime janë komentuar mjaft shumë e në lidhje me to dhe çka mund të fshihet pas tyre, ka folur Agim Maliçkaj, drejtori ekzekutiv i Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane. Ai thotë se lobimet e shtetit serb bazohen në gënjeshtra dhe propaganda, derisa potencoi se arrin edhe shuma marramendse dollarësh. Çdo gjë që ka bërë dhe po bën Serbia në raport me kombi shqiptar dhe të gjitha kombet e tjera përreth, bazohet në gënjeshtra dhe propagandë me qëllim realizimin e aspiratave të saj hegemoniste. Ajo kur nuk ka pushuar se lobuari me shuma marramendse dollarësh në Amerikë për arsye se çështja e saj është e padrejtë. Ne kemi çështjen e drejtë dhe kemi arritur më shumë duke shpenzuar më pak, por për lobim në Amerikë duhet shpenzuar, shpreh Maliçkaj. Gjithashtu, ai vlerëson se lidhjet e Vučićit me Grenellin dhe dhëndrin e Trumpit do të shkojnë huq, pasi nuk do të merren parasysh politikat e tij nga presidenti amerikan. Serbia ka shkaktuar luftë, krime, por edhe vuajtje për popujt e Ballkanit. Ajo nuk ka ndryshuar që nga koha e Miloševićit, tash ka marrë hovë me shpresa të kota se presidenti Trump do të ketë mirë kuptim për kërkesat e saj fashiste. Shpresat e regjimit despotik të Vučićit bazohen në marrëdhëniet që ka krijuar me ish ambasadorin Richard Grenell dhe interesat ekonomike me dhëndrin dhe djalin e Trumpit. Unë besoj se këto përpjekje do t'i dalin huq, nënvizoi ai. Ndër të tjera, drejtori i Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane tha se Trump e preferon Kosovën para Serbisë dhe interesave të saj. Ata kërkojnë dhe shpresojnë që Trump do t'i ndihmojë për të krijuar problem në Kosovë, në kohën kur Kosova fal qeverisjes Kurti Osmani Konjufca është e qetë dhe në rrugë të drejtë të zhvillimit të demokracisë, respektimit të drejtave të minoriteteve dhe ndërtimit të shtetit ligjor pro-amerikan. Kosova ofron mirëkuptim dhe paqe, Serbia ofron urrëtie dhe luftë. Trump e preferon të parën, nuk besoj se lodhet shumë për interesat serbe, përfundoi Agim Maliçkaj analizën e tij.